çfarë thotë feja jon për shoqërinë e keqe? Të mundohemi të bëjmë të mirë. Të mundohemi të bëjmë të mirë, nëse janë të këqij, të mundohemi të bëjmë të mirë. E nëse shohim se po na bëjnë si vetja, atëherë duhet të heqim dorë prej tyre. As-sahibu sahibun. Shoku tërheq. Po që më i mirë të bën më të mirë, po që më i keq të bën më të keq, ose përveç se nëse ti ke karakter të fortë dhe ke objektiva të qarta, mund të rregullosh gjithë shoqërinë e keqe. Me këmbgulje, avash, derisa inshallah të bën Zoti sebeb që të udhëzohen gjithë, dhe unë di shumë raste që një person është bërë sebeb për një shoqëri shumë të madhe. Nuk i ka ragjonave me spatë që është në fillim, me gallat, me shaka, tu tërheq ka herë, e 2 herë, 3 herë, derisa ka ndikuar dhe ka dhënë efekt tek të gjithë.